ata provuan që me argumente t'i gjunjëzojnë pejgamberët, nuk patën mundësi. Me polemika t'i gjunjëzojnë pejgamberët, nuk patën mundësi. Bën pyetje dhe kërkesa nga më të ndryshmet, që t'i sfidojnë pejgamberët dhe ata të dalin të paaft që të sjellin ato argumente, prap nuk patën mundësi, zgjodhen metodën tjetër që është edhe mosbesimi, pra i vazhdueshëm, edhe t'i mbysin profetët pejgamberët. Allah thot: "Innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas fabashshirhum bi'adhabin alim." Padyshim ata që shprehin mosbesim ndaj argumenteve tona. Pra, atë që e kërkuan ne u adham, dhe ata në fund fare shprehen mosbesim për ato argumente, padyshim pra ata njerëz që bën veprime të tilla, dhe jo vetëm kaq, i vrajtën profetët, pra në shumë sa Allahu përmend, e Zoti din sa ka qenë numri i tyre. Në Kur'an nuk është që shumë janë përmend profetë që kanë përfunduar të mbytur nga popujt e tyre, cilët kanë qenë dhe si kanë qenë ne në hallka tjera të më tutjeshme, do t'i sqarojmë sakt dhe gjërësisht. Por në këtë rast derisa përmendet që kanë vrarë profet të ndryshëm në shumës, e shumësi në gjuhën arabe, derisa gjuha arabe ka 3 numra gramatikor, ka 1-sin, ka 2-sin dhe ka shumësin, që i bie kur përmendet, kur flitet për diçka që ka qenë vetëm një gjë ose një person, përdoret 1-si. Kur janë 2 persona në gjuhën, shumicën e gjuhës botës përdoret shumësi, në gjuhën arabe ka numër tjetër. Pra, për 2 persona përdoret vetëm 2-si, pra që as nuk është 1, as nuk janë 3. Janë vetëm 2 persona, ndërkaq kur përmendet shumësi, atëherë të paktën do të jenë 3 persona, në këtë rast 3 profete më shumë. Pra kanë vrarë pejgamberët bi ghayri haq. Këtë fjalën edhe bi ghayri haq e përdorim edhe në shqip, pra pa hak, pa të drejtë. Nuk i kanë vrarë pejgamberët se kanë bërë ndonjë gabim, nuk i kanë vrarë pejgamberët se kanë bërë ndonjë krim, nuk janë hakmarrë ndaj pejgamberëve si keqbërës që kanë bërë diçka të keqe, por thjesht i kanë vrarë, dhe jo vetëm këta. O yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist min an-nas. Edhe njerëzit e tjerë të rëndom që pastaj eventualisht kanë thirrë në drejtësi, edhe ata i kanë vrarë. Ky fenomen të respektuar të shikues ka qenë i njoftun, që Allahu e përmend dhe ne kemi thënë në modelet e pejgamberve dhe popujve të tyre që Zoti i përmend në Kur'an, nuk është çështje historie kjo. Nuk është çështje vetëm për tregu se si ka qenë, po Kur'ani është udhërrëfyes për neve dhe synon që ne të na mësoj për të ardhmen tonë. Edhe atë ardhme që ne duhet ta mësojmë nga Kur'ani në mënyrë të vazhdueshme, Allahu xhalla xjalaluhu pra me këtë për ne dëshiron që të na mësoj atë që është më e mira, atë që është më e qëndrueshmja, atë që është e përhershmja, dhe në këtë pra ne e gjejmë modelin se Allahu kur përmbylli dërgimin e profetëve tjerë, kur përmbylli zbritjen e librave tjerë, i bie se gjitha modelet e mundshme, çfarë do që i shkon mendja dikujt në botë të veproj, është mirë ta di se është përsëritje e ndonjë populli të mëhershëm. Andaj, edhe kjo është e njohshme që sistemet të caktuara, për shembull ka qenë sistemi komunist. Njerëzit që kanë kundërshuar sistemin janë burgos, janë vrarë, mizërisht, dhe ndoshta jo vetëm kaq, edhe sot ka shtete të tilla me mentalitet të tillë që njerëzit e mençur, njerëzit që janë të gatshëm të polemizojnë, të flasin për padrejtësitë që bëhen në popujt e tyre, atëherë ata nëse nuk mund të heshtën me metoda më të lehta, më të buta, atëherë provohet metoda tjetër e egër, e cila shkon në burgosin e tyre deri edhe në vrasjen e tyre, dhe jo vetëm kaq, pra të gjithë atyre që thrasin në këso lloj drejtësie, pra që vrasin pra dhe njerëz të rëndomt. Allahu thot febeshirhum bi'adhabin alim.
merr ju mysh dhe atyre që se do të kenë një dënim të dhëmshëm.